Tensioni mes Benitës dhe Albës arrin kulmin e tij. Atmosfera është e ngarkuar dhe banorët e tjerë e ndjejnë qartë energjinë që shpërthen në ajër. Benita afrohet pranë Albës me një shikim të fortë dhe të vendosur dhe fillon të debatojë me të në një mënyrë që nuk lë vend për paqartësi. Ajo e nis me një ton të ashpër, duke i thënë Albës se është një femër pa karakter, duke e akuzuar për sjellje që sipas saj janë të papranueshme. Fjalët e Benitës janë të ngarkuara me mledh dhe zhgënjim. Çdo tingull i zërit të saj përçon inat, zhgënjim dhe një ndjenjë të fortë të padrejtësisë që ajo ndjen ndaj Albës. Benita nuk ndalet këtu. Ajo vazhdon duke i thënë Albës se Limin nuk duhet ta pranojë të gjitha si të natyrshme. Ajo i përmend se Limi shkoi më parë me Dolçen dhe se më pas u kthye te Alba, duke treguar për një situatë që e ka bërë Benitën të ndihet e tradhtuar emocionalisht. Fjalët e saj janë të qarta dhe nuk ka asnjë hezitim. Ajo i thot Albës se nuk ka sedër, duke i treguar se sipas saj, Alba nuk ka kuptuar ose nuk ka ndjerë rëndësinë e situatës. Alba përpiqet të përgjigjet, por ndjenja e tensionit dhe inatit që Benita ka krijuar është shumë e madhe. Fjalët e Benitës godasin thellë, sepse janë të drejta dhe të paevitueshme në atë çast. Ndërkohë, banorët e tjerë ndjejnë situatën dhe disa përpiqen të ndërhyjnë ose të qetësojnë debatet, por energjia e dhomës duket e pandalshme. Benita vazhdon të flasë për mënyrën se si ndihen marrëdhëniet mes Limit, Dolçes dhe Albës, duke i dhënë peshë emocioneve që ajo ka mbajtur brenda. Ajo e përshkruan çdo veprim, çdo lëvizje dhe çdo ndjenjë që ka ndjerë, duke e bërë situatën më të gjallë për shikuesit dhe duke e zgjeruar historinë për disa minuta. Alba ndihet e sulmuar, por edhe e detyruar të reflektojë mbi ato që thot Benita. Çdo fjalë e Benitës i duket e rëndësishme dhe e saktë për shumë gjëra që kanë ndodhur brenda shtëpisë. Ajo përpiqet të mbrojë veten, por tensioni dhe fuqia e fjalëve të Benitës e bëjnë të vështirë. Gjatë gjithë debatit, Benita nuk shfaq thjesht mledh, ajo gjithashtu tregon zhgënjimin dhe trishtimin e saj, duke bërë që momenti të jetë i ngarkuar me emocione të ndryshme, mledh, zhgënjim, xhelozi dhe dhimbje. Debati vazhdon për disa minuta, me fjalë të forta dhe shikime të ashpra, duke e mbajtur tensionin të lartë dhe emocionin të pandërprerë. Në fund, situata është e qartë. Benita ka shprehur ndjenjat dhe mendimet e saj, ka treguar zhgënjimin dhe mlefin ndaj Albës dhe ka bërë të qartë se si i ka ndikuar sjellja e Limin. Për publikun, ky moment është një nga më të fuqishmit emocionalisht, duke e mbajtur vëmendjen për më shumë se 5 minuta dhe duke treguar marrëdhëniet komplekse dhe konfliktet që mbizotërojnë brenda shtëpisë.